Aktoreja e njohur, si dhe ish banorja e Big Brother VIP 2, Olta Gjixhari ka bërë së fundmi një bisedë me ndjekësit e saj në Instagram, ku ka shuar kurreshtin e fansave të saj. Një ndjekës e ka pyetur nëse e ka gjoksin të saj origjinal apo ka bërë ndërhyrje. Aktoreja e ka mirëpritur pyetjen duke dhënë një përgjigje të sinqertë. Po, nuk kam asgjë të bërë. Kam shumë qejf ta zvogëloj se po më kthehet në lodhje të shpinës e të qafës, por do pres se kam besim që do zvogëlohet vetë. Zeo ka vetëm 4 muaj e pak që e ka lënë gjirin dhe ende nuk janë stabilizuar në trup, përgjigjet Olta.